Politikani britanik Nigel Farage shpërthen keq ndaj Ramës, hipokrit, merri mbrapsht kriminalët e tu. Nigel Farage ka ndërmarrë një sulm të ashpër ndaj kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, duke kërkuar që ai t'i marrë mbrapsht të gjithë kriminalët e tij. Pasi udhëheqësi socialist kritikoi Britanin pas Brexit, Nigel ju përgjigj komenteve të Ramës në GB News, duke theksuar se 1 në 50 shqiptar në Britani ndodhet në burg dhe duke kërkuar kthimin e menjëhershëm të tyre në Shqipëri. Kryeministri shqiptar na ofendon për Brexit dhe thotë se Britania është në një vend të errët duke kërkuar vende ku të ecë emigrantët, tha Nigel. Ai shtoi se Rama pretendon se shumë prej gjërave që themi pas Brexit janë bërë kryesisht të papranueshme, krejtësisht qesharake, krejtësisht të turpshme. Nigel e akuzoi Ramën për hipokrizi, duke referuar vetë negociatave të Shqipërisë për të pranuar emigrant nga vende të tjera. Si mund të na kritikojë ai, kur kaloi muaj të tërë duke negociuar me kryeministren italiane Giorgia Meloni, tha Nigel, duke referuar diskutimeve për marrjen nga Shqipëria të emigrantëve që kalojnë mesdheun nga Italia. Ai pranoi të merrte një numër të madh të tyre emigrantëve që kalojnë mesdheun. Vazhdoi Nigel duke edhe pse pranoi se në fund nuk mori aq shumë, por ato negociata i pati. Lideri i reformës e mbylli sulmin me një sfidë të drejtë për kryeministrin shqiptar. Po të them zoti Rama, a e dije që 1 në 50 shqiptar në Britani është në burg? Trego pak vullnet të mirë dhe merr të gjithë mbrapsht nesër, sepse kjo është hipokrizi. Komentet e Ramës erdhën afërsisht një muaj pasi kryeministri Keir Starmer vizitoi kryeqytetin shqiptar Tiranën për të diskutuar krimin e qendrave të kthimit për azilkërkuesit e dështuar si pjesë e përpjekjeve për të frenuar kalimet me gomone në kanalin anglez. Gjatë saj vizite, Rama e refuzoi mundësinë që Shqipëria të pranojë një nga këto qendra të propozuara nga Britania, duke mbajtur qëndrimin e tij të pandryshueshëm për këtë çështje. Kryeministri shqiptar këmbguli se kritikat e tij nuk ishin në shënjestër Starmerin, të cilin e përshkroi si një person shumë i ndershëm dhe i këndshëm. Rama zbuloi se kishte refuzuar më parë propozime të ngjashme edhe gjatë qeverisjes së Rishi Sunak dhe Boris Johnson. Fakti që sot nuk është thjesht i imagjinueshëm, por po ndodh, nuk është për shkak se Keir Starmer apo Rishi Sunak kanë bërë diçka të tmerrshme, është për shkak të faktit që vendi është në një gjendje shumë të errët, shpjegoi Rama.